që agjerimi nuk synon ty me të lënë pa hangër pa pi se Zoti nuk ka nevojë për urinë tonë apo timen. Nuk ka nevojë na me mbetë uritur. Qëllimi final i agjerimit është që të përmirësoj ato të brendshme. Çka? Që besimtari të bëhet më i devotshëm, që besimtari të bëhet më modest, që besimtari të bëhet më falendërues, mirënjohës, që besimtari të udhëzohet, të drejtohet edhe më mirë në rrugën e drejtë, në rrugën e vërtetë, në rrugën e atyre me të cilë Zoti është i kënaqur, dhe që besimtarit t'i falen mëkatet, t'i falen gjunat. Pastaj shtoj asaj që tham në fillim, të bëhet ma human, të bëhet ma solidar, të lidhet ma shumë me krijuesin përmes Kuranit, e kështu me radhë. Se të ne në popull kanë të pyet çka është agjerimi, thotë të abstenosh nga ushqimi dhe pijet, nga mëngjesi i hershëm deri në prendim diell. Po këto e bëjnë edhe fëmijën. Kjo është e lehtë. Me po këtë përmirësimin e brendshëm është pak më vështirë. Dhe mu këtë e synon muaji i bekuar i Ramazanit edhe agjerimit të cilin ne tashmë veç po e lëm pas sepse jemi sot në ditën e parë të Fitr Bajramit. Dhe po do të ndalem pak edhe tek mesazhet që përçohen. Dhe e shohim pra çdo herë edhe në atë fjalimin po e quaj hutben e Fitr Bajramit, Muftiu jep disa mesazhe, të cilat janë mesazhe paqe, janë mesazhe nganjëherë që kanë edhe tone le themi sociale, politike. Sa të rëndësishme janë këto, pra për besimtarët dhe nganjëherë ajo hyn mend edhe politikanëve, ka pak çto mesazhe. Unë sot me thon tash më buj sinqert, sot nuk kam pas kohë me përcjell mesazhet e Muftit të nderuar Tërnava. Mirë po një gjë po e them, ato mesazhe që jep Muftiu çdo herë për Bajram janë shumë përmbledhëse. Pse? Ju e keni pa që Muftiu çdo herë i lexon mesazhet. Jo që nuk i mban mend. Jo që nuk din me fol, se unë e kom pas profesor Muftiun, 4 vjet me dresën Alaudin, është orator, do të thotë, edhe ja ka zanat kogja shumë gjuhës shqipe, edhe do me thonë ligjerimit, predikimit, po edhe shkrimit, edhe është autori disa librave, edhe na do të thotë derivon me drese Alaudin kemi pas librat e Muftiu Tërnava në lëndën e akidës apo akaidit. Ai e bën bukur edhe rregullon mirë atë mesazhin që të jetë shumë do me thonë çka mesazh goditës, tjeti fort. Edhe unë këtu kur erdha në makinë derisa erdhi koha me hyrje. Studia e pash një shkputje se tash mediat po bojnë interesant. Godet Muftiu Tërnava thash tash kanë ka godit. Edhe ajo kishte dhënë një mesazh që e pasën e shkurtë edhe krevëve të shtetit, liderëve të vendit. Dhe ky është qëllimi final zotën i fesë, me rregullu raportet e njerëzve ndërmjet veti, me rregullu raportet me familjen, me fëmijët, sepse Islami nuk ka ardhur, që shtë dikush është fe e rëndë. Shumë është e mirë, po është e rëndë. Shumë është e mirë edhe shumë është e lehtë. E dikush e konsideron Islamin të rëndë, ata që s'kan hyrë në Islam, ata që se përjetojnë, ata që se shijojnë, sikur dikush më pyet ke mua, para disa vite që ka pyu bëni më këtyne trive të rejave, që po vinë ka 2-3 mijë natën aty po falen në ora 01 natës. Thash po i tërhiq ëmbëlsira. Thanë, qëfar ëmbëlsira? Thash, jo ëmbëlsirë, kështu po ëmbëlsia imanit, e besimit. Se më ndojshin që po shpërndojmë atje leka, dim pare në xhami, ose ëmbëlsira, ose diçka. Në fund, normal, në fund edhe të ne edhe në xhami atjera shpërndojnë dhurata, jo për të rritër, po për fëmijët, që t'i gëzojmë ata, edhe ta shijojnë këtë festën e Bajramit. Andaj këto